Nga katedrali e Shkodrës deri te Varresi Dërmajt, besimtarët katolik të Shkodrës kanë marrë pjesë në procesionin e Prindërisë së Madhe. Dita e ringjalljes vjen duke kaluar me par nga ulla e kryqit që shënjon kalvarin e vojtjet e Jezu Krishtit dhe ulla e tij me kryqin e krahët drejt Golgotës. Ulla e kryqit vjen me 14 ndalesa dhe në secilën prej tyre besimtarët bëjnë lutje dhe përkujtojnë mundimet e Jezusit. Arqipeshti metropolit Shkodër-Pult Imzo Giovanni Peragjene tha se ulla e kryqit na bën të mendojmë se edhe sot përjetojmë padrejtësinë në vendin ton, ajo ndalet tek luftrat në vende ndryshme, teksa shtoj se kemi nevojë për paqen dhe nuk duhet jemi indiferent ndaj vojtjeve të tjerëve. Udhën e kryqit që kemi ndjekur edhe ne na bën të mendojmë se edhe ne të krishterë, edhe sot, së bashku me shumë njerëzit, përjetojmë edhe padrejtësi. Mendojmë sa padrejtësi e përballojmë çdo ditë në vendin tonë. Mendojmë edhe sa padrejtësi njerëz të pafashëm akoma sot e përmballojnë. Mendojmë edhe për ato situata kur jetojnë në luftë. Sa fëmijë të pafashëm janë të dënuar. Sa njerëz e vuajnë luftra. Mendojmë edhe lusim Zotin për këto vende të ndryshme, që na sjell dhuratën e paqes, sa kemi nevojë për paqen në vendin tonë, në botën tonë. Por është e bukur që këtë udhë e kryqit nuk e kemi bërë vetë. Jemi shumë njerëzit. Edhe Jezusi ka mbajtur vetë kryqin, por nuk ishte vetëm. Gjatë udhës së tij ka qenë ndihmuar prej Cireneut, prej Veronikës. Shumë njerëz ishin bashkë me Jezusin. Në një farë mënyrë Jezusi ka pranuar një ndihmë. Nuk ishte vetëm. Mësojmë të ndihmojmë njëri me tjetrin. Nuk do të jemi indiferent ndaj vuajtjeve të tjerëve. Mësojmë të afrohemi edhe kryqet të tjerët, që së bashku mund të mbajmë këtë kryqe. Dhe është e bukur edhe që kemi përfunduar këtë udhëtim me ndalesa e fundit që flet për ringjalljen. Të dielën besimtarët katolik kremtojnë Pashkët, festën që simbolizon ringjalljen e Krishtit pas kryqëzimit të tij.